gëzuar Bajramin atyre që s'flasin me vëllan. Qofshi të bekuar në heshtje. Edhe ju që s'u kujtuat as për një urime të motra. E sidomos ju që nuk shkelni në derë të gjakut as për Bajram, as për Pashk, as për dasmë, as për mort. Zoti ju dhënë paqe në zemër, se gojen e keni mbyllur me dryg krenarie. Për Bajram falet zemra, po ju e keni kthyer në muze. S'ka falje, s'ka përqafim, s'ka asese. A je mirë? Keni haruar që pajtimi zbëhet vetëm në fshat, ku ndërhyjnë pleqt me të spihe në dorë. Pajtimi bëhet në jetën e përditshme, me një trokitje, një fjalë, një kafe që nuk të kushton asgjë, përveç pak burni. Por jo, më mirë të rish me nerva në krevat se sa të thuash, hajde një ditë për kafe. Mos i zgjasim gjërat. Më mirë të shkosh në mort të huaj, se sa në dasmën e kushëririt. Më mirë të postosh, gëzuar Bajramin, për ndjekësit, se sa ta thuash për gjakun tënd që e ke 3 rrugë më poshtë. E çfarë jete është kjo që mban më shumë inat se dashuri në familje? Ironia është se po flasim për Bajramin, një festë që simbolizon faljen, zemrën e bardhë, bashkimin. Por për disa, kjo është vetëm një dekor, sepse zemra u është kthyer në dokument me afat skadence. Nuk i flas që prej vitit 2011 kur s'mëftoi në dasmë, apo se serdhi te varrimi i hallës. A thua se halla e ndjer, tani mban inat që ai dhe ajo nuk erdhi. Ndaj, gëzuar Bajramin, e nëse doni me festu vërtet, jo vetëm me baklava e statusa, niseni me një telefonat, me një falje, me një trokitje, se ndryshe, si jeni në fest, jeni në acarim me veten. E mos haroni, Zoti fal më shumë se sa falim në njëri tjetrin, dhe jeta është shumë e shkurtër për me vdek pa u përqafu.